Gjesti ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me paraqitjen e tij të fundit, këtë herë jo për një projekt muzikor, por për ndryshimin e dukshëm fizik që ka bërë që prej eksperiencës në Big Brother. Këngëtari ka publikuar një fotografi nga palestra, ku shfaqet pa bluzë dhe tregon rezultatet e punës së bërë me fizikun gjatë muajve të fundit. Ndryshimi bëhet edhe më i dukshëm kur pamja e sotme krahasohet me periudhën kur Gjesti ishte banor i shtëpisë së Big Brother, edicion nga i cili doli fitues. Gjatë qëndrimit në shtëpi, ai kishte një fizik më pak të tonifikuar, veçanërisht në zonën e barkut, ndërsa muskulatura e pjesës së sipërme të trupit ishte më pak e theksuar. Tashmë situata duket ndryshe. Në fotografinë e fundit, barku shfaqet dukshëm më i tonifikuar, ndërsa shpatullat dhe krahët kanë marrë më shumë formë. Edhe muskulatura e gjoksit duket më e zhvilluar krahasuar me paraqitjen e tij gjatë Big Brother. Transformimi sugjeron se Gjesti ka kushtuar më shumë kohë stërvitjes dhe formës fizike pas përfundimit të Big Brother, ndërsa fotografia është realizuar pikërisht në ambientet e një palestre. Nga krahasimi i dy pamjeve, të realizuara në periudha të ndryshme, ndryshimi fizik është i dukshëm, me një trup më të tonifikuar dhe muskulaturë më të përcaktuar.